Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Vetëm një limon në ditë dhe i thoni lam të mirë këtyre problemeve shëndetësore. Ky frut i zakonshëm ka përdorim të gjerë në ushqimet tona, ku e përdorim më së shumti ne shqiptarët. Në familjet tona, gati të gjithë e pim çajin me limon dhe pa të nuk na pihet fare. Në çaj po, por a e keni ditur ju që limoni mund të përdoret edhe për shumë qëllime të tjera shëndetësore? Tretja, përzini disa prerje limoni me ujë dhe pijeni këtë çdo mëngjes për të ndihmuar tretjen gjatë tërditës. Limoni e stimulon mëlçin dhe kjo ndihmon tretjen. Gjakderdhje e hundës. Kjo djeg paksa, por lëngu i limonit në një tampon pambuku apo në një leckë të butë kur aplikohet në hundën e cila gjakon, ndihmon që të ngadalsohet dhe eventualisht të ndalohet rrjedhja e gjakut. Diuretike. Nëse vuan nga ndonjë infeksion i traktit urinar apo ke nevojë të zvogëlosh lëngjet në trupin tuaj për çfarë do arsye, sikurse shtypja e lartë e gjakut, zemër të zmadhuar e të tjerë, limoni është diuretik natyral dhe ndihmon që ju të largoni ujin e padëshiruar. Thjesht përgatitu që të shkosh më shpesh në tualet. Antiseptik. Lëngu acidik i limonit vret baktere të dëmshme dhe kjo e bën limonin antiseptik natyral që mund të aplikosh në çarjet, prerjet e vogla dhe për infeksione të tjera. Pra po ju themi se edhe kjo dhëmb apo me fjalë të tjera djeg pak dhe mos e përdorni limonin për infeksione të mëdha apo prerje të mëdha, jo për shkak se limoni është i rrezikshëm sepse nuk është, por për shkak se nevojitet një trajtim mjekësor për to. Pastrues fytyre. Lëngu i limonit ndihmon që ju të luftoni rrudhat, aknet, madje dhe piklat. Përzini lëngun e limonit me pak vaj ulliri në një gotë të vogël me ujë dhe këtë aplikojeni në fytyrë. Kjo jo vetëm që ju bën lëkurën më të shkëlqyer, por gjithashtu largon papastërtitë dhe grimin. Kujdesi i gojës. Hidhni pak lëng limoni në një shtop pambuku dhe aplikoni në mishin e dhëmbëve që rrjedh gjak për të ndalur gjakderdhjen e mëtejshme. Limoni gjithashtu ndihmon që t'i dhurojë gojës në një ndjenjë freskie, lufton baktere dhe ju mundëson që të keni erë goje të freskët. Gjithashtu beso ose mos beso, kur aplikohet në dhëmbin që dhëmb ndihmon që të zvogëlojë dhimbjen. Zvogëlon gjithashtu temperaturën. Ka dy mënyra që limoni mund të përdoret kur dëshirojmë të ulim temperaturën. Njëra është që të pish ujë me limon dhe tjetra zgjedhje është më mirë të blini apo të marroni balsam limoni dhe të mos aplikoni në trup kryesisht në ballë. Balsami nga limoni ndihmon trupin që të djersitet dhe nxjerr temperaturën me djersë, cilën do temperaturë të shkaktuar nga cilado sëmundje. Shtypja e gjakut. Për shkak të sasisë së lartë të potasës që ka limoni, ky frut është i mirë edhe për uljen e shtypjes së lartë të gjakut. Kjo është për shkak se potasa vepron kundër sodiumit. Depresioni. Pirja e lëngut të limonit të përzier me ujë disa herë në ditë njihet që krijon efekt qetësues, relakson trupin dhe kështu ndihmon në lehtësimin e depresionit dhe stresit. Antioksidant. E gjitha ajo vitamina C e cila gjendet në limon bën disa mrekulli në trupin tuaj si pastrimin e gjakut dhe ndihmon që të keni sistemi imunitar më të fortë. Gjithashtu studime të ndryshme mjekësore kanë treguar se përdorimi në sasi të lartë të vitaminës C ndihmon në luftën e shumë sëmundjeve serioze si sëmundjet e këqija, sëmundjet e zemrës dhe shumë të tjerë. Limonët kanë një përmbajtje të lartë të vitaminës C, fibër dhe përbërës të ndryshëm bimor të dobishëm. Këto lëndë ushqyese bëjnë që limoni të sjellë një numër përfitimesh në shëndet, përmirëson gjithashtu edhe shëndetin e lëkurës. Nga ana tjetër, forcon në zemrën tuaj. Limonët janë një burim i mirë i vitaminës C dhe një limon siguron në rreth 31%
të vitaminës C në miligram që është 51% e vlerës ditore të rekomanduar. Studimet tregojnë se ngrënia e frutave dhe perimeve të pasura me vitaminë C redukton riskun për sëmundje të zemrës dhe goditje në tru, por nuk është vetëm vitamina C që është e mirë për zemrën, edhe fibra dhe përbërësit bimor mund të ulin në mënyrë domethënëse disa faktorë risku për zhvillimin e sëmundjeve të zemrës. Përbërësit bimor të cilët janë të gjendur në limon, hesperidina dhe diosmina mund të ulin kolesterolin, ndihmon në kontrollin e peshës. Kërkimet e bëra tregojnë se përbërësit bimor të cilët gjenden në limon munden që të ndihmojnë në reduktimin e shtimit në peshë në disa mënyra. Në një studim, disa minjve që ishin në një dietë për të shtuar peshë ju dhanë polifenol limoni të nxjerra nga lëkura e tij. Ata shtuan më pak në peshë se sa minjtë e tjerë. Parandalon gurët në veshka. Gurët në veshka janë shumë të shpeshtë dhe njerëzve të cilëve u zhvillohen një herë munden që t'u zhvillohen edhe disa herë të tjera. Acidi citrik mundet të ndihmojë edhe në parandalimin e gurëve në veshka. Gjithashtu, kjo mundet që të shtojë edhe volumin e urinës dhe rritur pH-in e urinës dhe duke krijuar kështu një mjedis jo të përshtatshëm për formimin e gurëve në veshka. Mbron ndaj anemisë. Anemia e deficiencës së hekurit është shumë e shpeshtë. Ndodh kur nuk merr mjaftueshëm hekur në ushqimin që konsumon. Limoni ka një përmbajtje hekuri, por e parandalon anemin duke përmirësuar përthithjen e hekurit nga ushqimet bimore për shkak të vitaminës C dhe acidit citrik që përmban. Redukton riskun për sëmundje të këqija. Një dietë e pasur me fruta dhe perime mundet që të parandalojë disa lloje të sëmundjeve. Disa studime kanë zbuluar se njerëzit që hanë më shumë agrume si limoni kanë një risk më të ulët për zhvillimin e sëmundjeve të këqija. Disa studiues mendojnë se përbërësit bimor të cilët gjenden tek limoni si limonene dhe naringenina munden që të kenë efekte kundra sëmundjeve të këqija, por kjo hipotezë ka nevojë për kërkime dhe studime të mëtejshme. Përmirëson shëndetin tretës. Limonët përbëhen nga 10% karbohidrate, shumica në formën e fibrës të treshme dhe sheqernave të thjeshta. Fibra kryesore tek limoni është pektina, një formë fibre e treshme e cila lidhet me shumë efekte pozitive në shëndet. Fibra e treshme mund të përmirësojë shëndetin e zorrëve dhe të ngadalsojë tretjen e sheqernave dhe nisë shtesë. Këto efekte mund të ndikojnë në reduktimin e niveleve të sheqerit në gjak, por për të luftuar efektet pozitive të fibrës nga limoni, ju duhet ta hani atë dhe jo vetëm të pini lëngun. Gjithashtu, limoni mund të përdoret edhe në shtëpi për të pastruar enat dhe mjetet e kuzhinës. Dhe rastat ku presim bukën apo perimet janë shumë të përdorura në kuzhinë dhe ato shërbejnë edhe si një streh për parazitët dhe aromat e pakëndshme. Limoni mundet ju vinë në ndihmë. Lëngu i tij funksionon shumë mirë kundër aromave të këqija dhe baktereve. Pasi e keni larë rastën, fërkojeni me gjysmë limoni. Lëreni të qëndrojë për 20 deri në 30 minuta. Shpërlajeni dhe më pas thajini me një copë të pastër. Heq yndyrën. Yndyra nga ana tjetër është një bezdim më vete. Nëse ju keni gjurmë të saj në kuzhinë, atëherë përdorni një gjysmë limoni me krip në zonën me yndyrë. Më pas fshiheni me një leckë të pastër. Nëse ena ose sipërfaqja e gatimit është delikate, atëherë mos e përdorni limonin për shkak të aciditetit të lartë. Largon aromat e këqija. Mbani lëkurat e limonit në frigorifer. Ato funksionojnë më mirë se soda e bukës. Këto lëkura mundet që t'i mbani dhe në fund të koshit të plerave për të hequr aromën e keqe që ato lëshojnë. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e patë videon ton. Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë
që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.